Dal nga dal erdhën deri te përfundimi i kësaj çështje gjyqësore të stërgjatur, të cila akuzë ishte ngritur nga ish prokurorët e Oleksit, mirëpo për shkak të disa veprimeve të gabimeve teknike procedurale, ishte kjo arsyeja pse gjykata dhe prokuria patën vonesa në zgjidhjen e kësaj çështje penale. Meqense të akuzurit nuk kishin pranuar fajsin, atëherë prokuria propozoi administrimin e provave materiale, si dhe bëri dëgjimin e dëshmitarëve të cilët e vërtetojnë këtë fakt se këta të akuzuar kanë kryer vepra penale për të cilën ngarkohen sipas prokurisë. Çka mësuam nga ky rast? Nga ky rast mësuam se ishte ngritur një akt akuzë në rastin Drenicani, ku në mesin e të këtyre të akuzuarve kishte edhe persona me të cilën mbi bazën e të cilës kjo akt akuzë ishte ngritur në rastin e dy dëshmitarëve të mbrojtur, siç ishte dëshmitari C dhe dëshmitari F. Para se të ngritet kjo akt akuzë, këta dëshmitarë kishin deklaruar diçka krejtësisht ndryshe nga ajo që po ndodhte në shqyrtimin gjyqësor. Mbi bazën e këtyre dëshmive të cilat këta dëshmitarë kishin dhënë, prokurori i atëhershëm kishte ngritur akt akuzë dhe seanca gjyqësore po mbaheshin në Mitrovicë për shkak të rasteve të krimit të lustrës, me që tani është e përfunduar ky rast. Mirëpo, me të arritur këta të akuzuar se kush është dëshmitari C dhe F, ndërmorën të gjitha mosat me qëllim që të ndikojnë të këta dëshmitarë për ta bërë ndryshimin e deklaratave të cilat ky dëshmitar i kishte dhënë në fazën e mëhershme. Edhe çka ndodhi? Ja arritën qëllimin. Këta dy dëshmitarë, të cilët në atë kohë ishin të mbrojtur, dëshmitarit C dhe F, në seancat kryesore, tërësisht ndryshuan deklaratat e tyre. Me çka edhe në atë kohë u shpallën si dëshmitar armiqësor. Këta dëshmitarë u kontaktuar me këta të akuzuar, duke i premtuar shuma të ndryshme të parave, banesë në fushë Kosovë, si dhe shërimin e bashkëshortës së tij, meqense ajo vonte nga një smundje dhe kishte nevojë për kontrollim shëndetësor jashtë vendit. Këta kontaktuan me këtë dëshmitar, e morën përsipër që t'ia shërojnë bashkëshortën, e morën përsipër ja siguruan një banesë në fushë Kosovë, dhe cilën ja dhanë, si dhe i premtuan truproje, pagë mujore në vlerë për 500 euro, si dhe të gjitha shpenzimet të cilat ky dëshmitar do t'i kishte për nevojat e veta. Tani më, me të pranuar këto para, ky dëshmitar pranoi dhe bëri tërësisht ndryshimin e deklaratës së tij në shqyrtime kryesore, duke thënë se nuk është e vërtetë ajo që ka thënë para prokurorit, nuk është e vërtetë që din që ka nënshkruar diçka të tillë, saqë arriti të bëj edhe një letër duke lajmëruar prokurinë speciale dhe duke i ushtruar kallëzim penal hetuesve dhe prokurorëve të rastit. Rasti u shqyrtuar në prokurinë speciale me numër PPN 59, u shqyrtuar duke dhënë i njëjti dëshminë e tij. Çfarë ndodhi? Pasi ky dëshmitar u vendos në banesën e tij në fushë Kosovë, ai kërkonte edhe më tepër të holla nga këta. Dhe të njëjtit pranuan që t'ia dërgojnë grup bashkëshortën e tij të shërim në Beograd, arritën t'ia sigurojnë një librezë shëndetësore për bashkëshortën e tij, arritën t'ia paguajnë hotelin i cili vendos në hotel Beograd në Serbi, dhe bëri një karton mjekësor për shërim kinse për të mos paguar nevoja, dhe pas kthimit nga ky shërim i dhanë 10.000 euro, mirë po i kishin premtuar të njëjtit 20.000 euro. Duke parë ky dëshmitar se nuk po i përmbushin këta të akuzuarit apo obligimet të cilat i kishin premtuar, ai filloi që të paraqesë rastin dhe tentoi që ta shes banesën në Kosovë. Me të kuptuar të akuzuar se njëti don ta shes të banesën në Kosovë, atëherë fillojnë konfliktet mes tyre, sa që sipas dëshmitarit rrafët nga disa persona po që
shkesa dhe lëndës prokuria nuk e ka se kush ka mund tjetë rast dhe kërkon dëndim mjekësor. Tani ky dëshmitar filloi të paraqes rastin në prokuri dhe me të kuptuar prokurorët e Oleksit dhe Hetusit i vën masat e përgjimit të fshet dhe kontaktoj shifte kontaktet e këtyre të akuzurit me dëshmitarin që tani më nuk është dëshmitarin mbrojtur, po u paraqisi Nazmi Maloko. Kontaktet e tyre tregonin se si kontaktonin, kohën periudhën kur kishte për të dalë në gjykim në përgjithësi, e mësonin çka duhet të flesnin, por dhe pas çdo seance njëti raportonte se çka ka ndodhur dhe çka mund të ndodhë. Kjo ishte arsyeja që dëshmitari tani e paraqiti rastin dhe kjo ishte arsyeja që u bë problem kryesor që i njëjti filloi këtë procedurë dhe mbi bazën e dëshmive të përgjimit shihet ndikimet të cilët i pas dhe në fazën e administrimit të provave u bë edhe procedurë verbale të gjykatës në të cilat u mbajtën në Mitrovic, shikimi i deklaratave të tyre, disa fotografi të tjera dhe të gjitha këto shihet se këta të akuzuar ndikun direkt në ndryrimin e dëshmisë së këtyre dëshmitarëve dhe kjo këtë akuzë mori krejtësisht epilog tjetër. Andaj, me qënë se të filloj kjo konflikt, prokurori bën një kërkesë për sigurimi masës së përkohshme gjithësisht konfiskimin e kësaj banesës, e cila banesë u konstatua se nuk ishte në ndërmarrje striktia me sa duket, disa faktura të cilat të vërtetuan dhe u konfiskua ajo banesë bashku me qelsa dhe ajo u mor Nazmi Maloko. Duke parë këtë situatë, raportet e tyre u acaruan edhe me tej dhe dëshmitari ishte ai këtu i cili dëshmoi në tërësi për premtimet të cilat ja kishin dhënë të akuzurit dhe kërcënimet të cilat i kishte pasur vazhdimisht nga këta akuzurit, i cili edhe shkroi një letër me dorë dhe ja dërgoi prokurisë për kërcënimet të cilat i ka. Andaj, duke analizuar të gjitha provat dhe të veç të cilat i kanë paraqitur edhe në fjalën përfundimtare, e të cilat u administrua në shqyrtimin gjyqësor, gjithësi ndërlidhja shihet kërcënimet e dëshmitarit, mosat e mshefta, konfiskimi i pasurisë, libreza të cilat ja kishin siguruar tani pas shortës së Nazmi Malokut, hyrje dalje të vijës kufitare, të cilët kishte gjithsej 18 hyrje dalje në vijën kufitare mërtare, dhe sigurimet qëndërtore mjekimet të cilat ishin bërë, e bën të besueshme se këta të akuzuarit të shpallën fajtor për vepra të cilat ngarkohen nga prokuria dhe të njëjtit të dënohen me dënim sipas ligjit. Në fjalën përmbajtare dhe njëherë kanë thënë që banesë duhet të konfiskohet në mënyrë të përhershme, ndërsa prokurori është obliguar të paraqesë edhe rrethonat lehtësuese, si dhe rrethonat rënduese të këtij rasti. Si rrethona lehtësuese prokurori nuk ka gjetë se këta të akuzuar që janë go ka kryer vepër penale. Nëse ka mundësi, ndërprej pak, por se nuk ka lutur të thonë. Ishte konfiskimi që intereson. Besoj edhe të vënë sharimi atë gjona me fjalën përndimtare me shkrim. Një por nëse ka mundësi e shkurtimisht, banesa nuk konfisku. Si? Është konfiskuar agjencisë është me ndajimin e agjencionit. Është sekuestru. Po. Konfiskimi është, a konsideroni se është mjeti kryerës, është dobi pasurore, është rrotë njëllosur. Po, me pak fjalë ta dim se po. Ajo banesë u dha me qëllim të ndryshimit të deklaratës. po. Qëllimi i asaj banese ishte ndryshimi i deklaratës, edhe ajo ndodhi. Do të thonë ishte një dobi pasurore që do të jepte tani dëshmitarit për që ata dhe të konfiskua ajo. Po, kjo ishte rrethona që ajo banesa është në menaxhimin e pasurisë. Kam qortë. Isha të pjesa e rrethonave lehtësuese, përveç shërbimet jashtëzakonit i cili ka pasur një gjykim dhe ai më të shërbë formës së përre ka bujë dënimin, ndërsa për të akuzuar prokuria nuk posedon ndonjë rast që janë në procedurë ose ka pas ndonjë gjykim të formës së përre. Tankon ky gjykimi së gjatë të akuzuarit ishte si çep para gjykatës, u lajmëruan me kohë, nuk pak ndonjë fyrje ose kërcënime, do të thonë se ishin rrethona lehtësuese që mendon prokuria për këta të akuzuar,
Ndërsa por rrethona mendu se duke por veprën penale, natyrën e peshën kësaj vepre penale, do të thënë kjo gjykata i merr këto parasysh. Sa pjesë tjera unë i kam arsyeshruar më rëndësisht në fjalët të cilën e kam paraqitur në shkrim për shkak të kufizimin të kohës së përgjithshme të avokatit. Faleminderit. Faleminderit.